Rikthehemi në studio, tashmë me mua të bashkuar një këngëtare mjaft e talentuar e skenës muzikës shqiptare. Ajo është një këngëtare kompletuar, mirë se vjen, Eltina Minarolli. Mirë se vjen, shumë faleminderit. Gjithçka ka ndodhur me intensitet shumë të madh përgjatë kësaj kohe në karrierën tënde si muzikante. Më thuaj, ndjesh ndo pak e lodhur fillimisht? E lodhur ndoshta jo më shumë se sa e kënaq. Më vjen mirë që më kanë vjuar punët njëra mbas tjetrës. Kështu që jam e kënaqur. Sapo ke publikuar dhe klipin tënd më të ri, Kristalet Blu. Si ishte përgatitja? Ne duhet të dimë gjithçka, që nga nisma, ideja edhe deri tek finalizimi i projektit. Është vërtet, faktikisht Kristalet Blu është një dedikim personal, unë ja kam dedikuar mbesës sime, pasi kam qenë që në momentet e para të lidhjes së saj dhe gjithë emocionet e përjetuar normalisht, jam munduar t'i hedh në notat e muzikës, sepse muzikën e kam bërë vetë dhe pastaj me ndihmën e The Vox është bërë orkestrimi, aranxhimi dhe pastaj falenderoj motrën Xhenevjevën që ka bërë tekstin. Çfarë të frymëzon ty më së shumti për të krijuar muzikë? Sepse je kantautor, je kompozitore, e performon muzikën tënde live, duket se vinë të gjitha një paketë. Faktikisht mua më frymëzon çdo gjë që ndodh në jetën reale. Ndoshta nuk dua ta bëj pak dramatike, po ndoshta edhe këto vrasjet që ndodhin mua më frymëzojnë për të hedhur nota në muzikë. Po më tepër dua të jap pozitivitet në ato që unë bëj. Cili është trendi që ti ndjek ndoshta në realizimin e projekteve tua, flas për videoklipet, këtë pjesën vizive të gjës? Trendi. Jo, nuk është se dua të sjell patjetër atë trendin, por mundojmë gjithmonë të përshtatem stilit tim dhe sjell në atë mënyrë që unë mundem. Ti ke realizuar dashurinë Arrati, një bashkëpunim mjaft të kësajshëm po ashtu. Si është kompërtimi kur je dy dhe jo një më? Faktikisht, atë jemi më shumë se dy, po edhe ajo lini duke u përshtatur me jetën reale, me jetën sociale që po ndodhte, ne mendohem që ta sillim këtë bashkëpunim. Dhe në këtë rast nuk kërkova idenë e dikujt tjetri, por këtu kam qenë vetë muzikë, orkestrim, aranxhim, kështu që mendoj që ndoshta në një bashkëpunim do kërkoj pak më shumë. Sa e vështirë është të depërtosh në këtë treg muzikor, apo të qëndrosh në sipërfaqe dhe e kërkuar? Është e vështirë duke menduar se çdo ditë normalisht dalin këngëtar të rinj me këngë të reja. Kështu që është e vështirë, por mendoj se unë tashmë jam futur në atë rrugën time dhe mendoj se po e ndjek me hapat e dur, ndoshta jo shumë të shpejt, por mendoj se jam në rrugën e dur. Mban mend cila ka qenë shtysa jote e parë, njerëz që të kanë nxitur, të kanë ndihmuar? Po patjetër, s'mund të harroj që mami ka qenë shtysa ime e parë. Ajo ka qenë ajo që ka zbuluar ndoshta karrierën tënde për të kënduar? Jo, ka zbuluar dhe ka qenë suporti kryesor normalisht dhe duke menduar se gjithmonë këndonim në shtëpi, pastaj mendoj se ndoshta duke ndjekur një shkollë do ishte mënyra më e mirë për të ndjekur ëndrrën time. Ke qenë gjithashtu edhe ndihmës trajnere në The Voice of Albania, një projekt, një talent show që ndihmon për më tepër promovimin e talenteve të reja edhe përmirësimin e tyre në karrierën si muzikant. Çfarë mendon ti për artistë të rinj? Talent show janë vetëm ndaj duhur për tu paraqitur në treg ndoshta? Mendoj se është mënyra më e mirë, duke menduar se trajnerët janë shumë profesionistë. Mendoj se është mënyra më e mirë, pasi atje provojnë veten, të gjitha kanë mundësi të prekin skenën shumë afër, ta kenë publikun afër. Nuk mund të mjaftojnë thjesht të kenë daljen të parë thjesht me një videoklip. Është totalisht ndryshe eksperienca e The Voice-it. Ke spikatur ndonjë talent, ndonjë personazh me cilin ti mendon ndoshta ta përfshish edhe në projektet e tua? Kam menduar, se ndoshta zoj ta bëj publike para kohë, po dika kam menduar nga konkurrentët e The Voice-it. Cilat janë projektet e tashme të Eltinës? Projektet e ardhshme është një këngë që sapo është lançuar faktikisht, bashkëpunim me The Vox, është Soca Reggae, ritëm pak a shumë veror, por mendoj se ndryshe nga që kemi parë Eltinën si zakonisht? Është ndryshe normalisht, nuk është më pop, rock ose balada siç unë jam mësuar të sjell materialet e mia. Kjo është verore, ndoshta nuk është momenti për të sjellë videoklipin tani në moment, sepse dua që Kristalet Blu ta kryejnë misionin e tyre, por mendoj se shumë shpejt do vinë me videoklipet dhe ajo këngë. E din ti. Si është Eltina me pjesëmarrjet në festivale? Me pjesëmarrjet në festivale? Kam qenë pjesë e disa festivaleve, mendoj ndoshta se edhe këtë vit do jem pjesë, pasi është mirë që mos të publikoj vetëm videoklipe, por të prezantojmë edhe për festivalet e tilla. Është tjetër emocion normalisht. Po tjetër emocion sjell edhe videoklipi i këngës tënde më të re, Kristalet Blu, e nisur nga një ndjenjë vërtet e finalizuar, po kështu unë uroj vërtet sukses në gjitha projektet e tua. Ne do të kemi mundësinë ta ndjekim tani në Selekt për gjithë fansat e tu edhe miqtë e Selekt për më tepër. Faleminderit shumë. Faleminderit ty.